الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين Falenderojmë Allahun e madhruar, Zotin e gjithësisë, pastaj bijmë salavat mbi pejgamberin e dërguar, mëshirë për mbar njerëzimin. Të dashur vëllezër dhe motra, kudo që jeni, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në emisionin e radhës, në takimin e drejt për drejt, në përmjet pyetjeve tuaja, këshillave, sugjerimeve, kërkimsharimeve, qoftë drejt për së drejti, në përmjet telefonit, qoftë në përmjet mesazheve. Do të qëndrojmë së bashku diku për një orë, ku do të mundohemi të përgjigjemi pyetjeve të juaja aq sa dimë dhe kemi mundësi, dhe natyrisht aq sa kemi dhe hapësirë. Është mirë që pyetjet jenë të fokusuara më shumë rreth muajit të bekuar, përderisa veç jemi në muajin e bekuar, në veçanti në 10 ditë e fundit të muajit të bekuar, që ky muaj sa më shumë që ofrohet fundi i tina, aq bëhet më madhështor, aq më intenzive bëhet gara për punë të mëdha, për punë të hajrit, e inshallah muslimanët gjithmonë ngarojnë për punë të hajrit e për punë të mëdha. Regjia në bën me dije se me njëherë kemi dëgjuesin e parë, respektivisht telefonatën e parë, andaj selam aleikum, ku i t'i themi? Aleikum selam, nderuar doktor Shefqet Krasniqi. Aleikum selam, urna. Inshallah Allah të shpëlbej për iniciativë që e ke marrë që po informon në metin musliman rrugën më të mirë. Unë ndesa me ta bëni pyetje rreth agjerimit dhe një pyetje tjetër rreth betimit. A më me bo pyetjen? Vlerësh, bismillah. Pyetja ime rreth agjerimit është se kam filluar me agjeru Ramazanin që ditën e parë, por s'kam mund me përfundu deri ditën ku jemi sot. Domethënë kam agjeru me pauza se nuk jam ndje mirë dhe para Ramazanit tash jam më mirë, elhamdulillah. Pyetja ime ditë është lidhur me betimin. Domethënë për një punë kam bërë betim Allahun e Madhëshëm se nuk do të bëj një punë, por e kam thënë betimin prapë, po mbëbej Allahun. Prapë kam thënë betimin e kam lexuar në Kur'an se Allah thotë nuk e kërkon llogari për betimet tuaja të pa qëllim ta, por unë kam bërë me qëllim dhe po ndjem shumë fajtor, po nduket që po i mbaj në kurrë gjinat e botës. Kam lexuar në Kur'an se me agjeru 3 ditë Allah ta fal dhe kam menduar se kur vin Ramazani në sinën e dimit ta agjeroj 30 ditë. Ramazan dhe 30 ditë tjera për pauzat e bëra dhe për betimet e thyra. Nëse ke mundësi ndërua hoq me ma jep një përgjigje tjetër sa më saktë që ti përmësoj këto dy gabime se Allah mi fol. Këtë në fund falenderoj për bashkëbisedë, Allah ta pranoj të agjerimin dhe të shpërblet ty dhe familjen tonë me xhenetin firdaus. Amen. Faleminderit edhe ty që përbleft e tanë këta që po na ndëgjojnë, po na shikojnë, këtë musliman. Sepse xheneti është ndërtuar për musliman. Xheneti është një shtëpi e madhe, s'ka më të madhe. Arduha as-samawati wal ard. Ka thënë Allahu, gjërësia, madhësia e tij është sa këtë madhësia e qive dhe tokës. Edhe më e madh hala. Ky xhenet është përgatitur për musliman, është krijuar, është ndërtuar për musliman. Pasha të madhën Allah, nuk ka me hyje në xhenet për jetë veç ai që është musliman. Kur për jetë. Andaj tonë muslimanëve Allahu na mundësof me hyje në xhenet, ja Rabbel Alamin. Për ndryshe, vaj halli për ne e koku për ne, sepse është shtëpia tjetër ndërtuar për ata që nuk janë musliman. Allahu na rujt, ja Rabbi. Ka agjerue në fillim të muajit Ramazan, pastaj ke prish, pastaj ke agjeru, nuk jo mirë. Kjo nuk jo mirë, në la pak se zbeht. Në la pak se mjegull, nuk në sharoj, kjo fjallë jotja bashmir fetvan, pyetjen tënde. Mënyrë që fetvaja jonë me qenë konform pyetjes. Se nuk, kur thot një nuk jo mirë, është gjysmake, nuk është e plotë.
A nuk je mirë emocionalisht, a nuk je mirë shpirtërisht, a nuk je mirë shëndet, a nuk je mirë me koha, me qka. Se dhe që tjetë, pa hynë detaje, nëse ke qenë smut dhe jenë grupin atyre që Zoti ka fali, ka justifiku me agjeru, mës me agjeru shkak smundje, nuk e gjëna e kompenzën mas andej dit për dit, qofte kur shkurtohet dita gjatë dimit. Asgjë më shumë. Ndërsa sa i përket çështjes së betimit, tha jem betu për diçka, se s'ka me bë, pastaj më kthye ku bë, pastaj prapë ku më thyje, pastaj shiça. Betimin, Allahu ka thonë Kur'an wahfadhu eymanakum, orun e betimin. Orun. Mos bëbe pa lidhje, po kur të bësh be mbaje. Qëndroj betimet besnik. Por, jo gjithherë. Nga njëherë betimit dohet me qëndru besnik e ke vajib. Për shembull, nëse një njeri nuk ka pi alkohol, ka pi alkohol, edhe tash e lën alkoholin dhe thot pasha Zotin, kur më nuk ka me thyje këtë bej, nuk ka me pi, qa boni bej. Në këtë rast, këtë person e ka haram e thy betimin. Kur e haram. Vajib, nuk ka falë rregullisht, tash bën bej që nuk ka me la namazin. Kë ka vajib me majt betimin, nuk u zem me thy. Haram e ka me majt, vajib e ka me thy nga njëherë. Po, vajib e ka me thy betimin, për shembull. Nëse thot, shkova në xhami, për shembull, kemi ndëgju njerëz, thot shkova në xhami, e më rëndaj imami, ose më rëndaj gjemati, pasha Zotin, nuk shkaj natë xhami kur për jetë. Që ndodhi, boni be që nuk kam shku në xhami. Tash me thonu, të djallë që shkëm në xhami, që kom bo be, që sharë për kom bo be. Dhe e ben, do të me thyu, vajib e ki me thyu be. Apo, bën be pasha Allahun, nuk i flas vllaut, sa të shtuka me gjenë nuk flas. Kujna si flas, vllaut si flas, këshis nuk i flas. Fejat betim. Vajib bërë që kemi thë betimin. Bërë që kemi thë betimin. Shë që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam ka thonë, nuk ndodhë që unë të bëj bejt për diqka, e ta shë se kundër ta është me mirë e që më sta thej betimin. Këtë rast është e preferuar, me thy betimin. Andaj nuk o të keqë që kur gjo, nëse nuk e hinë gjëna, se ke bëndë njëve për të keqë, e këtë betimin, nëse ke thy një herë, jo me agjeru 3 dit, ja, por ajeti kuranor është fe kefaratuhu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum, me i ushqy 10 fukara, me ushqim të mesëm që ushqen familjen tënde. Ushqim i mesëm, jo i nalshëm, po dhe jo bukthate buke lëng, po një ushqim i mesëm që ushqen familjen tënde, një 2 shujtjen ditje. Ka 5 era, 2 shujtjen ditje, 10 dit, 10 fukara, ose një fukara, 10 dit. Ose për thëtë Allahu, o kisvëtuhum, me i vesh ata. O tahriru raqabe, me liru një rëbnesh, për kje treta në 4 rëbnesh. S'mundesh me dal në 3, në 4, kje e pare, 2, 3 bjen, sepse nuk ka këtë zaman, këtë kohë rëb, është agjërimi. Fa me lem gjithë, fosijamu, 3 ejam, dhalike kefaratu imanikum, idha haleftum, wahfadhu imanikum. E nëse nuk keni para, nuk keni mundësi me i ushqy të varfur, pa të njëjtën kohë, dhe nuk keni mundësi me i vesh ata, atëherë pa thëtë Allahu agjera, atëherë, ju në fillim. Pra nëse je ekonomikisht mirë, nuk bërë me shku të agjerimi. Nëse je fukara, shkan të agjerimi, agjerën 3 dit, radha zë pa ndërprej, edhe kaqë. Nëse një herë këthy betimin, nëse këthy 2 herë, e agjerën 3, pastaj 3. Edhe kur të s'kema shumë gjëna. Harro ata, nuk e nevojë mbajt barë ma. Regjia na bën me dije se kemi telefonatën e radhës. Selam aleikum. Kujt I themi? Selam aleikum. Aleikum selam. Hoq, ndeshta me të pyet kështu. Di pyetje. A lejohet me punu në bankë, unë si student praktikant, edhe mu pagu, dhe më thonë në rrugë të bankës, për praktikë, 4 muaj.
Edhe pyetja e dytë është në klasë 8, pak jam pas lidhur me një shoqni të keqe, edhe atëherë kena pas vjedh që çdo senë shqitor, atë në thjesht, e pak në vitri, që sene. Mirë për tash ka kalu ka gjë një vjet, ma tepër se 10 vjet. Mirë po në qysh më i javë këthy, për shembull aty në shumë, se ka persona që si një më javë ku më harru ftyrën aty në më tash si një ata. Qysh më i mja këthy, nështë ka në një që një, po tash pa lidhe që shmi thonë atin të kom vjedh më herët. Allah truj. E qartë. Zotë trujt, kjo është shaj shumë i mirë i përmirësimit tënë. Dhe ne kem nevojë për kësi djemë të mirë, të cilet e kuptojnë se kanë qenë keq nëse kanë qenë keq. Po dhe burrat të tillë, sepse dhe burri plak nuk është vënë, nëse kupton se ka kaluar 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet ka kaluar në rrugë dreqet, në haram. Të bëj zullum këshise, të bëj zullum gruse, të bëj zullum fëmijëve, të lënë namazin, të pi rakine, të hum Ramazanin, zullumen këto. Por ose zullum vetes, ai që ha zullum që ha Ramazanin, ai veti bëj zullum, ose zullum njerëzve, kur u shkel të drejtat njerëzve. Zullum me zullum, vetëm se në cilin kontekst, cilin rafsh, në raport me kënë, a në raport me vetveten tanë dhe me Zotin tanë, apo në raport me njerëz dhe prap me Zotin. Për ndryshe zullum me zullum, është shaj i mirë, edhe është për të inkurajuar, për të lavdruar, për ta lavdruar atë burr, për ta nxitur. Po dhe të tjerë që pëndohën ju musliman, kuptan në të zezën, të bardhën, të bardhë. Se ti mund është më shilë sytë e më thonë jem andre më gjennet. Ku të qilësh, me disloqe. Ose të kanë më rëdhi kam ftafti. Prala në ato. Pra, sa du është të më shilë sytë më në vëzezën e bëtë bardhë. E të bardhën zezë. Zezë është zezë. E keqë është e keqë. Dhe në kiamet, hajnia hajni. Hajnia është hajni o vëlla. Hajnia është hajni. Të gjitha legislacionet, të gjitha shariatet, të këtë gjithë popujt e botës që kanë pas lidhje me qiell, kanë pas pejgamber, hajnia ka qenë haram katë. Nuk ka fe qiellore që hajni nuk është ndëshkuar, sepse është dukuri shumë e poshtër, dhe jo vetëm tek fe qiellore, por hajnia është ndënuar, është çortuar dhe poshtruar në të ligjet e botës. Për atë arsye në kretë ligjet e botës, e që nuk janë me shariat, nuk janë për qiellit, për mendjes njeriu, në të ligjet e botës kanë dëshkim ata që vjedhin. Pse? Sepse mendja e shëndosh e njerëzve në botë e kupton se kjo është dukuri e poshtër. Mendja e njerëzve në botë e shëndosh. Se budistit, se ateistit, se ati që ka lidhe me qiellës, ka lidhe zdëmëni për qiellës, se muslimanët, evrejt, kujna dush këtë dynja. Hajnia është e poshtër. E poshtër është hajnia. Por ja që njerëz të bajnë, por ndohë prap njerëzit pëndohen, dhe kjo është kënaqësi e madhe, sepse nuk ka një sikurse një herë dy me vjedh, sikurse e më pëndu, sikurse me vazhdo këtë zanat dhe i des. E mja lan djeme pastaj. Allahu na rujt ja Rabbi. Se dhe që t'jetë ndëruar, Allahu t'ka dhëzu, alhamdulillah, këtë ke për islamit, alhamdulillah, për zotit të. Kjo është për madhështis të fesë, e cila nëzirë njeri unë prej balte, nëzirë njeri unë prej gjërave të ndyta, edhe s'pastron e filtron. I ke harrue, nuk i njef ata njerëz që a ke marë paret, jep aq shumë sa ta mërmendja parafërsisht që ja ka vleja i malë që e ke marë, e jep sadaka për shpirtat e tyre. A kuptove, për shambull, 10 herë ke marë sene, ka pake një qokoladë, një sakozeni, ku ta diune që ka qa marën fëmija që në përshitore, dhe e thëtë, valla, ndoshta këtë bëj 20-30 euro, ndoshta bëj 100 euro, se kohë gjatë ku marë, i ndjerë 100 euro, dhe jep fukarave sadaka, thua Zot, për bëj njët këto për shpirt atyre njerëzve që unë i kam dëmtue. Ata nuk e din, por e din ti o Zot. Kjo është në raport me ta, ndërsa në raport me ty o Zot i jem, falem ti mu për këtë gjest lik që kam ba, unë pëpëndohem të të Zot i jem, falem Allah.
e këto para që japi qeve aty në sevapet, që ti gjenë sevapet ditën e gjykimit, e të më bojnë halal ata më kur dalën para teje, ja Rabbel Alemin, për damin që kam shkaktu, e që ata nuk e dini heq. Ndërsa sa i përket pyetjes së parë, në realitet, a i lejohet me punu në bankë si praktikant po. Si praktikant të lejohet me punu në bankë, sepse jenë praktik dhe ke nevoj të që ato mësime që i ke marë teorikisht me i zbatue praktikisht, në njërë praktike, ke nevoj. E banka është një institucion i cili ta zbërthën që atë teori në praktik, shumë i përshtatë shumë. E para, e dyta, në pyetje kësaj, në përgjigje, thema rrugë për atyhet. Rrugën që e mërë tash pyetja, përgjigja si vijan. Nëse pënën do një sektor administrativ, diku mërë rrugën krejt. Po nëse pënën do një sektor ku pënohet me komat, atëhere, mundohu një pjesë të parave sa ka mujtë mira që që ke punu me komat dhe ke punu dhe pun tjera, një pjesajna me dhanë me hik, me dhanë sadaka, për nuk e sevap, por quhet spastrimi mallit. Inshallah kuptove dhe inshallah dita me ta spjegu. Regjia në bënë se e kemi telefonatën në radhës, andaj duhet të ndërprimi ty. Po, si duket, ka ikur, vjen tjetër e presim. Por deri sa të vjen tjetëri, ne përmes me hup as një minut se s'kem kohë, koha është e shtrejt, e Arab kanë thonë më të vakti kohës, el vaktu ke sejf, koha se kur se shpata, ose të prejnë, ose të preje. Pra ose shfrytëzoje, ose të shfrytëzona e ty. E dhe të me qirë nata që shfrytëzojmë kohën, e jo koha neve. Saadi pyet, selam aleikum, pyetja ime është hoxha pranohet agjerimi kur dy kojshin nuk flasin ndërmjet veti e të dy agjerojnë. Do të agjerojnë, për do të jenë gjinahqartë me dhej. Do të jenë gjinahqartë me dhej. Allahu i madhruar shumë ka folur për kojshin Koran, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë ka folur në hadithe, ndërto ka thonë Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, pasha Allah nuk ka besu, pasha Allah nuk ka besu, pasha Allah nuk ka besu. Men ja Rasulullah, kush e dërguar e Zotit që për bën ka shtë madhe, ka qka që pas ka punë, ka thonë men la ye'menu jaruhu, bawa'iqahu, aj që kajshia, aj njeri që kajshia nuk ka rahat pejtina, la ilaha illallah, prej gjënahë matë më dha, prej gjënahë matë më dha, këshia mas me kanë rahat pejteje, se vonë që e the trupi, runa zat. Qysh njeri u këshia nuk e lën rahat? Qysh, jo këshia mas me kanë rahat, po këshia të me kanë më i lumë të rinë dënja që të ka këshia ty. Për me kanë, ti muslimon i mirë, ti ki nevoj për lëmëtërin e tina. Ti ki nevoj. Çfarë islami ka mon? Kur këshia në kohët të Zotë, janë kohët para njerëzve, prej të ligave të mija, prej padrejtësive të mija, prej zëllumit të hem, kra me dik me dalë para Zotit. Qështë bëhat musliman mësë më kam me këshi mirë? Ja, i shtire, i bute, i vrashtë, për vete e ka. Për vete e ka, po unë e kam dirtin. Tem, ma shumë se sa ti, e ta ne kam dirtin e tina. Po nëse nuk me ndikun atë shkret, e zemrë ti se kam dorë, po vëlla, me ndikun vetë vetën temo në po. Qka kërkohet për meje? Kërkohet për meje kojshis kur dëkterin, kiamet, as një grim, zëllu mës me ba. As me fjallë, as me vepra, as me kur gjo. Me mërë zotë këme qunë vend. Të tërsan qa kërkohet për meje, me kanë zotë i knaqën, kërkohet për i teje, mës me lëqit këshin, la ilaha illallah, me dha selam këshisë. Që tërsen që kërkohet nëse nuk e shetë një kohë gjatë, mu interesue, a kini nëjë nevoj, si kun pa më të ajni mirë, më s'kini ndë një halë, ndë një dertë, a mu ju ndihmoj diqka, me marë pjesë në gzime ti, në hidrime ti, në më mënu me kesh, kur të ta kajshe, më mënu i foli parje, leti ata dëpë mirën, as ta dënajt mirën, atë shana nuk shana ku ta këthe shpinë, aj, për vete ka, ti për vete ka lëzëm që ka bane. Pytje,
me vend, por e edhët. Dikë shi nuk flasin me zveti. Edhe me edhët, dy vllazës flasin me zveti. Ja se raste ka shumë. Allah na përmirësoj gjendjen ya Rabbel Alamin. Nuk mund të themi se agjerimi si pranohet, nuk kemi të drejtë themi ashtu, por kemi të drejtë të themi se punët i kanë shumë keq dhe se imani i tyre është shumë i dobët. Sepse dëgjojmë hadithin që pejgamberi ka bëbeu Allahi nuk ka besu, Wallahi s'ka besu, ka për qëllim nuk ka besu me besim të shëndosh, nuk ka për qëllim që me nxjerr për dinit. Ai mrena në din është ende, por është zajf, i zbeht në din të Allahut, i zbeht. Marrëm pyetje në radhës selam aleikum deri në sa rekate kemi obligim me fal për namaz natë, për menzan natën e 4 dhe ditën e fundit. Nuk ka këtë obligim kurrë. Sa kemi obligim, kurrë s'kemi obligim. Kemi diçka që është sunnet, e preferuar, e lëvdueshme, por jo e obliguar. Të obliguar i kemi 5 kohë namaz në ditje, por sunnet, nafilne, vullnetar, quhe si që shdush, namazet taravive, namazet natën kur cifyrit, 8 recate, 6 recate, 4 recate, 10 recate, 20 recate, falu mare, falu dhe sabah, prej taravive, prej iftar dhe sabah, ndash falu, s'ka problem, heq, e lutë Allahën në sejde, e lutë Allahën mës namazeve, e lutë Allahën mës namazet, e lutë Allahën, bjerë istikfare, kërka falet Allahë, bënë dhe kërë kështu më radhë, po. Regjina Bërmedije se kemi telefonatën e radhës urnëni. Urna. Deshta me bani pyetje. Urna. Jemi ka në shemull me një kurs më herët, pas disa vite, mirë po kur ati nuk e kemi pagu kështu mundin, edhe pse nuk në ka thonë kur gjë. Edhe tash mas disa vite, unë në pas zatet, në atet, ai nuk më thëtë kur gjë, të më thonë lidhje me borgjin që e kam. Tash, a mja përmen që ti kam borgj, une, a mos mja përmen, pas që a i mos një përmen, nuk më thëtë kur gjë, a di që mi ki borgj, që ka qëtë. Kadar. Përsërit edhe një herë. E kemi konë me një kurs, pas disa vite. Jemi konë, që ka një konë? Kurs, dalvin, kurs. Po? Edhe të është aje ka posë me mujur, dhe më tonë ka 5 herë shemë. Po? Po nuk ja kemi pagu atina, se qështë se kena pagu. A vajtë në ka thonë kur gjë. E dikun ka 50 herë i kina bërgjë atina, mas disa vite. Ashtë e une e zatit e atë njerin, a mu a njerin nuk më thëtë kur gjë mu, ti kam bërgjë kështë, a mja lone bërgjën, a mos mja lo. Po nuk ka nevoj me të thonë ty Allahun gjennet qoftë, ti e din që ki njerit bërgjë, po qa me të thonë aj ty? Ti do të me thonë atina, ja aj ty Allah. Pa i s'po mi përmen kështë në i pas ka nëmi të përmena i ti, atë borqin e ditë që ki ti thmi nuk i me harru s'ka harru, nuk dhe me ta përmen, nashtë edhe ka harru, për Zotis ka harru, edhe nëse ka harru a i krejt, te ki bërq, o vla, bërq e ke njeriut me thonë, o i ndëruar, me nale ditë në skaj, diko një qëshë me thonë, o i gëzun. Atë kujtojtë kërëm ka në kërës të para 5 vjetë, 3 vjetë, 2 vjetë, 10 vjetë, po Allah më kujtohet. Atë kujtohet që unë gjithë di që të kume ty bërq, thotë se di, ose e di. E pse pëllas me ke lyp, valla, ku dim që a thotaj, të thujsh, sahi, së të këmë la hala, Zotin falë, që parët. Merë. Ose me emër Zotit, se të marrë rogë kam e të dhanë. E që thotje nuk t'i du, është një retina. A më të të mi afru parët, ornovla parët, edhe në bën halal plus. Në bën halal për i zetë Zotit, se parës të kemi dhanë. Shkëna bo mirë, po qashtu ke punë, shkaj. Nashtë adhë që ashtë krynë punë, inshallah, me riparët, bërë që ki je. Kërkun nuk shkruan në fejtë Zotit, se bërshlia dhe të me të lypë parët, apo me ta kujtu bërë që për mja latë, ja. Jo Zotë një, mu vje marrë me të kujtu ty. Për shambull, mu vje marrë. Marrë vëlla mjën, të kujtu. Për të jedenë vëlla. Ose nuk du qëllimisht, të thëmë, ja, i me ti ka, me qëllim s'du me ta kujtu. S'du. Ti dhe të me kujtu, ti dhe të me dhe njerit pare, ti ki bërqë. Po, kaq.
marrëm pyetjen e radhës. Leximi i Kuranit për ne që nuk e kuptojmë arabisht, a kemi sevap? Pa qysh ja. Shëqa, kërkun nuk shkruan se për me bo Kur'anin hatme, dohet me kuptu që apo thu, ja. Ja dhe ja. Po ta kuptosh Kur'anin, që apo lexon, sikur unë dhe shumë hoxhallar tjerë, ata që dinë arabishtën, është begati, është pasuni, por ata që marrin vesh, sa përqen janë botë muslimanëve? Sa përqen? Mund t'jenë 10%. Po thujve 20%, po nuk jenë 100%, nuk jenë edhe 80% tjerë. Nuk jenë edhe 80% tjerë që marrin vesh. Kush e marrin vesh Arabt. Arabt nuk jenë 10% militit. Arabt nuk kanë 5% këtë botës islame. Vesh 5%. Pjela dhe 5% na për shkolla, talebe, hoxhallarë në këtë botën islame, le tjetë 10%. Po që shtoja hala bërë 20, ama nuk janë përmi 20% që marrën vesh arabishtën. Nuk e marrën vesh Koranin, 80% nuk e marrën vesh Koranin. Qa me bata, mësë me lëzu Korana, gjithsesi. Pastaj Korani është liber, o i ndërun. Korani është liber në të cilin ne afrohemi me të Zotit. To e lexu, heq pa marrë vesh. To e kënu, to falë me te, to e dasht Koranin. Korani është i veçant, me specifikat veçanta, për çdo libër tjetër të Allah. Është i vetmi libër që Zoti ka bërë sevap, ibadet, adhurim dhe shumë ka thonë, ka premtuar shpërblim të madh, 10 sevape për një shkronjë. I vetmi libër që ka dhënë të specifika në lexim pa marrë vesh është Kurani, pa kuptuar çfarë po thonë. I vetmi libër është. Për ata katëran të botës, krejt ulemaja, krejt hoxhallar, të anë të botës, çdo kush, çdo vend, i mësojnë familjet e tyre, i mësojnë nxënësat, i mësojnë fëmijët, i mësojnë me lexu Kur'an, dhe ata nuk din kur gjë për arabisht. Por i mësojnë, i nxisin, i stimulojnë dhe lexojnë musliman Kur'an, lexojnë katëran të botës, lexojnë Kur'an musliman. Kur pandal 24 orë libri i Zotit lexohet. Që 70 sekonde kush ato lexo Kur'an. Jo dikush për shumë kush ato lexo Kur'an. S'ka mundësi mos me lexu Kur'an 24 orë pa ndërprej. Andaj është ibadet i madh. Po. A është mirë me vdek në Ramazan? O, inshallah vdesi me faqe të bardhë, e me shahadet, e me fjalën La ilaha illallah. Kjo është madhështia më e madhe. E pastaj, me në nëzam vdekja në Ramazan, e la edhe ma mirë. Natën e xhumas, ditën e xhumas, edhe ma mirë. Po më nëzam në sejdë të bo namaz, edhe ma mirë. La ilaha illallah. Allah na provë fundin e mirë, ja Rabbel Alamin. Allah na provë fundin e mirë, ja Rabbel Alamin. Rri shumë në banje me telefon a lejohet, ja nuk lejohet. Ja nuk të që rrën telefon me banje, ki sekrete për familjes. Do në më shef. Dhe këta zakonisht qikat e bojnë. Zakonisht vajzat e bojnë, po mundur dhe djemt. Apo të rritni për gjithësi, bojnë dallavere verratje me telefon, runa zët, e më shefën banje. Gjëna është e punë. Gjëna është e punë të një Zotit. Regjia në bërë me dije se kemi telefonatën e radhës. Selam aleikum. Aleikum selam. Urnoni. Po gjithta me bo një pyetje. Elhamdulillah, Allahu na ka udhëzu që 3-4 muaj, mu edhe bashkëshortin. Po? Edhe, po tash aje kalon namazin shkak alkoholit. Që më sugjeron me vepruan me ta qysh mosilla. Qysh e kalon namazin shkak alkoholit, qysh? Po qashtu, po ai përpara ka pi alkohol, tash pi mungon, kishe ajo shumë. Kush për mungon? Bashkëshorti po thot pi mungon alkoholit, kishe
e ka rrugë me pi së me thonë. Dhe tani kalon namazin a? Po namazin e kalon, tash kishe kom janë isa vet me pije se ne që po dhjene. Mirë. Po kupton? Po kuptoj vallahi bëll mirë. Edhe heq punë të mirë nuk i paska se nuk ka pëndu sa dohet ai. Aje të je pëndu për i me, ajo pëndu e gjysë për i me. Oj motër. Kur e kupton që është një sen i poshtër, kur e kupton që është një sen haram, i ndaluar, e ke kuptu mirë. Hapi dytë më tërhjek, vzp. Hapi tretë me vendos, kur mu, dëktiri, tifrin Israfili surit, bëtë kiameti nuk thejnë atë vepër. Kur! Pa i bushtët e trija, nuk mundet kur përjet me kanë i sigurt edhe i suksesshëm në largimin e tij nga një dukuri e shëmtuar. Ja. Unë je keq, por burrit nuk është pëndu sinqerisht. Alkoholi e që të mund ngan, pa alkoholi të çliron ta kthjell trunin, largimin nga alkoholi ta kthjell trunin. Këtë me një vetën ma të qetë shpirtërisht. Dhe mundu me ndje veten gjunahçar që aq kohë gjatë ka pi alkohol dhe mi mush sytë lët e me thonë, o zoti jam, po të më kishë nëzanë vdekja se konsumus e alkoholit drejt në xhenem ta këshin që me laqët. Kokko për ata konsumus të alkoholit që në zanë vdekja pa pëndu. Të mirët, ata të mirë për shpirtin e vetë. E ata mujnë me bëha i gare, mujnë edhe më talë, e mëse besu heq qështje tyne. Por mbetet të shifet kja punë. Vetë sa të në zanë vdekja, e t'hinë erdrasan dhe fillën ta një logaria, fillën bota tjetër ta këqyrin. E këna pasë na mirë, e kanë pasë ata mirë. Burrit falli shumë. Mënohu me bind me fillu namaz e motër. Sa Allahu ka thonë, inna salate tenha anil fahshai wal munkari. Namazi të largon nga punë të këqija dhe nga çdo gjëna, nga çdo e keqe. Të largon. Namazi të largon nga alkoholi, nga zinaja, nga vjedhja, nga mos respektimi prindërve, nga çdo send i keq të largon namazi. Sikur se po do në thonë Allahu, o musliman, nëse dëni më largu për veprave të shëmtuara që ju jeni pjek me to, jeni adaptu me to, gjunju namazit. Gjunju namazit. Se namazit është ilaçi më i fortë që nxjerr muslimani për i balti për i loqi. Namazi. Zoti ka bëjë ashtu. Kujteja pendimin burrit tën, kujteja vlerën e madhe që ka pendimi, namazi, këtë muaj të bekuar, këtu ditë këtu nete, hajti njerit falem këtë muaj Ramazan, që sabahin bashkë, dreken bashkë, e qenin bashkë, akshamin bashkë, jacin bashkë, dhe mundo burrin mos me lanë me nejt me ata shok dë vjetër që ka nejt me ta, ka pije alkohol, ka pi dzeher, sa ta dzeher, ata helema, ka pije se në dytësina, e ndytë. Alkoholin, me më mëra mu që të në tesh pak, e u dhe billa, onë të me kapë të me gju, ka da me hjeke me gju, edhe nuk mi fala me ta. Tja, me havdesja mëne. Po shta shëruna zëtë, ma orë dikosh, plap, ma derë mu një tru alkohol qëto, onë edhe të me hjeke ka dale ki qkret, e me gju, e me qu pasër në kimek, pse nuk mi falna, pse është në dytë. Tesh me ratë në dytë. Që shtë ka po zoti. Hela që ka bo Allah. Ti kofshin falë. E mos më nejt me njerëz që ka pi me ta për para. Ja, me ta ja. Edhe telefonin dhe të më në rrugë. Nëse ta i bojnë presja në hajde, bla, në hupe, për tutës, ka marrë gruja, ka rrë gruja për para, ka rrë këthnia për para, po a kartel, tap, thej gjuje, me re kartel tjetër, edhe, ose re pa telefon krejt, dhe sa të lojnë rahagjinja, e të të adaptohesh të pjekesh në kry në islam bosh burri fort në fe. Kur bosh burri fort në fe,
atëherë më me taku me thuj, ja, me taku i thuj, ja. E kom kuptu se isha kanë dallash, e kom kuptu se isha kanë shtremt, e kom kuptu se kësha pas keq kohë për mu. Po. E kemi dëgjuesin e radhës apo nuk e kemi, apo marrëm pyetje nëpërmjet të mesazheve. Taravit për gruan a mund t'i fali vetëm në shtëpi, se për arsye shëndetësore nuk mund me shku. Allahu të nderoft se bashkë me familjen tënde në dynjë dhe ahiret. Amen, ty të nderoft tanëve. Po ty bën ta kuptova pyetjen mirë, çka ke shkruar taravit për gruan a mund t'i fali. Ti më thon taravit me gruan bashkë mund t'i fali në shtëpi për arsye shëndetësore. Mund të shkon në xhami po vëlla, qyshja, po vëlla, po mundesh pa problem. Regjia në bërë me dije se kemi një pauzë të vogël, kthehemi pas pak, qëndroni me ne. Selam aleikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. O rikëthujem sërish të dashërt e mi për të vazhduar edhe me të emisionin, e drejt për drejt, kontaktues nëpërmjet telefonit, nëpërmjet mesazheve. Kemi një kallabllak mesazhe këtu para vetë, të cilat po na vijnë pa ndërprer. Desha thot ta bëj një pyetje, desha t'ju pyes. Neve në Shkup kanë nis me flajt nëpër xhamia, a është mirë ky fenomen ajo, duke pasur parasysh se xhamia nuk është për me flajt, po për më fal. Edhe po kena turistat të huaj që vinë në xhami dhe po paraqitni një pamje jo e hijshme brenda xhamive nëse ka mundësi një përgjigje. Unë po kujtoj, po mendoj se ata që flajnë xhami është fjala për 10 ditë e fundit janë itikaf. Janë itikaf. E në itikaf njëri kur hen xhami, vallahi s'ka çfarë pa flaj se xhamia është shtëpia e tina. Këtë rast, edhe të me flajt i shkreti. Andaj mërgju me flanë, vëlla. Dhe në ka të keqe fetarisht, kur gjo. E se përket pamës që nuk dele mirë, është mirë një pjesë të xhamis me nda, ku ditën, me thurë, me nda me qarshafa me diqka, që nuk duket, e flajnë ata që janë itikaf, përshojnë flajnë, se natën bojnë ibadet, me thurë, me ne farë qarshaf diqka mësë më dukë. E turistat, ata që jërdoj me lezu Korane, me kanë pjesa tjetër. Kështu ka qenë mësë mirë ti, me ndaj. Po, kemi telefonatën në radhës në bënë regjia. Selam aleikum. Selam aleikum, oq. Aleikum selam. Po më ta bën një pyetje. Po. Djali jam në stan, namazet i fal me vakt, po punën fort nuk e bën. Ka me përgjigje rreth kësaj pyetje? Po, qysh ja. Ka. Amin. Allah e trujt, faleminderit, Zoti trujt. Djali e demel, e para dyta ka me hone pi ball. Kujdesësht i për djal, kujdeset baba për djal, po pasha Zotin se mos me pas djali ball, mos me pas që me hore me pi, e mos me pas pare me ble patike, pume e tjera, vallahi, del po nën që është dalin shokët e tina, edhe me kolic bile, e me shqitë kese, pun, edhe me qpras thasë, pun të rana, për që është po nën, la ilaha illallah. Por i motërë kanë gjithë, për i mojna mirë djemë, na? Për i mojna mirë, për ledhatojmë, për pregdhelëm, e tani, ata tani për nëzirë nga pak je për bëjnë namaz, po se për para njërës nuk kanë bëjnë namaz, dhe ata që i punojnë nuk bëjnë namaz. Namazi është diqka, puna është diqka. Edhe ata që punojnë nuk bëjnë me thonë, valla na për punojnë e s'puna me falë, po edhe këta që falë nuk bëjnë me thonë, valla na për falë me s'puna me punu. Asë se kanë mirë këta, asë se kanë mirë ata. Nuk bën pa punë këtë dënja, do të me kuptu djallit e djalli jeme, qika jote, qika jeme, krejt dënja të me kuptu, pa punë, nuk ka kur gjë këtë dënja. Nuk ka pa punë këtë dënja. Zotë e ka lidhë këtë dënja me punë. E ka lidhë me punë. Emni punë është emni madhë. është emni madhë.
Do të punu, ja ti gra shkollës. Nëse nuk e dën punën fizike, le të dën punën psiqike, le të bëhet doktor shkence. Le të bëhet doktor shkence pra. Ose le të gra punës. Nuk ka pa punë kur gjë. Pastaj, edhe ai që gra shkollës, po herë me punu ka pak, puna shëndet, puna nuk ka marrë, ka në çmim, puna është krenari, puna është shëndet, është shëndet për trurin, është shëndet për trupin, është shëndet për shpirtin, është mirësi edhe në qiell atje sepse fiton denare me njerëzën tonë, një më nanës, një më babëse, puna bereqet, puna hajra, Allah ka la punën. Çdo sen këtë dënia ka punë, nuk ka pa punë kur gjë. Populli jonë veçanti disa të ri Allahu vëllzoftë drejtoftë motër. Demela, që shkan thonë për para, demela Stambollit, po më javë kalu demelave Stambollit. Ton ditën rënërat, ton ditën në për Facebooka, ton ditën në për xhamia. Ja, pa nuk kanë rregull e punë. Xhami 5 herë ditje, ka 5 minuta 10, jo 50 herë ditje, jo 5 sahat, jo 80 sahat. Facebook që me lyp një ri me najtë Facebook atë 20 ore, 10 ore, 5 ore. Dilë mërë puna? Dilë puna, po demelia. Shkojmë të pyetja e radhës. A ma mirë me falë ma shumë namaz nate pas të raviva për me lezu Koran. Ta natë mire në këto. Ta natë mire në këto. Por me balansu do të kishte qenë do shta ma mirë, me balansu. Mas të ravi për thot, mas të ravi me falë namaz natën, një 8 recate, 10 recate, ma pak ma shumë, e pas e lezë Koran ma heret, para namazit, mas namazit, po shën namaz, lezën Koran, mundësh edhe namazit ta që din për mensh. Me lezë Koran gatë, ose i falë 2 recate, po shën tani lezën Koran, me leramu, i badetin adhurimin, një kohë me rëbën istikfar, stakfirullah, një kohë lutesh. Lutesh, 10 minuta, 15, 20, gjysë ore lutë Allah, të bareke o ta'ala. Pra, i bën disa adhurime, disa ibadete me rana një nate. A bën me agjeru me menstruacione? Jo, nuk bën haram. Haram është me agjeru gruja në ditë veta. Haram është. Deshta me bën një pyetje rreth namazit, elhamdulillah, na ka udhëzu Allahu, elhamdulillah, po burri ka lënë namazin e shka alkooli këtë, pas ka qute edhe kështu edhe e thama të kryja jo. Zakonisht të thonë që nata e Kadrit është njëna prej netëve tek këtë Ramazanit, pse si vjetë në takvim, po shkru nata e Kadrit nata 26, nuk di që shkru në takvim unë. Në takvim që shkru nuk e di, por di me të kallëzu që nata e Kadrit, insha Allah, është mbrenda 10 netëve të fund ditë Ramazan, më afer, kuptoj që më afer, të me thoma shumë ka mundësi, për ndryshe nuk ka 100%, më afer ja bën me qenë netët tek, 21, 23, 25, 27, nata 29. E më se afermi 27. Natë, ju ditë, 27 natë. E këtë që pëthutin të takve 26, unë po shpresoj se dita 26 shënën dita natë e Kadrit e që bjenë mbrëmje, në këshëm tani. Në këshëm, mbrëmje. A është gjëna, pyetje tjetër, a është gjëna se një njeri punon shumë dhe nuk mundet me ninu. Që do më thonë të punon shumë? Do më thonë punon e ngarkan vetën tepër, po gjëna është. Gjëna është. Që mujë Ramazan, nuk pëthojnë në mujnë Ramazan me latë 2 janë krejt me bloku. Por mujnë Ramazan dohet me ndërru pak. E që i bie, ma shumë i kushtu çështjes shpirtërore, fesë, dinit, gjenetit, natës dvorrit, botës tjetër, ma pak dënjas. Pra, nëse punën privat, më smerë shumë punë. Jo ka lek, e të agjerimi që ka? Të agjerimi që ka? Kalëzëm të mu, që ka të agjerimi? Ma të vleshen për tyën që atë lek. Se sa se vape agjerimi ta, të reki punë shumë kesh nëse me lënë kështu. E dyta, nëse me ndonë se të lejohet me prish Ramazanin, për shkak se pëmënën vetë vetën, për punën shumë, pra për ki keq. Keq e ki, Allah. Do të me agjeru Ramazanin.
me punu ma pak, mos mënu veten. Regjina për me dje se kemi telefonatën në radhës. Selam aleikum. Aleikum selam, aleikum vëllëzi. Ismet e gjithë të përgjëmëni Sofirej. E kam një pyetje, jam babi 3 fëmijëve, kam një djalë që 4 muaj. E kam një detyrë që të t'ja prej 2 kurbana. E ditë me pyet kur është më së votë që t'ja prej natën e Bajramit apo tjera ditë. Mirë. Inshallah e uron Zoti me nafake e jetë gjatë, e jetë lumtun, ata e vlad. E për punën e kurbana që quhet akika, e që është sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me prej ditën e 7. S'ka të bëj kemi natën e Bajramit. Ditën e 7 që ka lind fëmiu, ose ditën e 14, ose ditën e 21, ose ditën e 28 dhe kështu me radhë. S'prish punë edhe ditëve tjera. Ditën e 5, ditën e 12, ditën e 16, 17, ditën e 24, 25, nuk prish punë, por fola unë ceka që është senet, përndrysh nuk prish punë kur do. Mja prej. Pra edhe natën e Bajramit s'ka behane. Do në bo një iftar të funit, iftarin e funit, me bo mirë, me bo akika, me thjerë miqte, dashamirë të tjerë, plotësisht është drejtë, nuk ka kur gjë të keqe. Shkojmë te pyetja e radhës. Po, qenë ka begje gjatë, zotën e nevojt me kuptu. Hoxhë nderuar, desha një përgjigje me ka pyetur një e afërme për Ramazan. Ajo ka qenë me kancer në fet para 2 viteve, vjet s'ka mujt me agjeru, e ka pagu për si vjet, po ka qef me agjeru, ama burri po i bën presion mës me agjeru për frikë të shëndetit dhe i ka thanë se nëse se murësh nuk qaj të mjeku se po ja bën veti. Unë pyeta disa motra më dha një mendim që me agjeru një ditë po, një ditë jo, atë që mbetet me pagu desha një përgjigje nga ju nderuar e Hoxha, Allah të shpërblet me xhenetin Firdevs, amin ja Rabbi, dhe ty dhe tanë muslimanëve. Ngo vëllam, nuk është meselja që a thot burri e që a thot gruja, por meselja është, a është shëru gruja, apo është një të gjendje që ka qenë më herët. Me fjalë tjera. Agjerimi, mbaje mend e kem përmend më shumë se një herë. Agjerimi, a jashton dhimt, e së një përballon qatë smuj që ka, apo e smun njeriun, e smun, se smut heq, e smun, apo është i smut, por i vënohet shërimi. Pra, ose smun, mirë është me agjeru smuhet, këtë ras do të me hangër, në ndë, është i smut, aje përballon agjerimi që smuj, por i shtohen dhimt i shtohen. Në 3, i vënohet shërimi. Këtë punit i mjeku, për atë arsye nëse mjeku e që do të me qenë eksperte asaj lemije dhe me qenë i besu shumë në dërgjegjën karakteri, dhe Allah vergji. Se kur do mjekë thënë shka për bira që jemi se të banë hajrë. Jeti Allah të zëft, ja Rabbi. Allah të zëft. Bira me për muslimani, ja? A, nuk pa të tërë fjalla? A fjallin e fundit e qitet parëna? Bira me për muslimani. Për çka? Mi shkrigur, qa po thuaj? Qa po thuaj, kë kryu, a që kjenë ti, apo me ditë? Kë e morra djeti? Kë e morra djeti? Psa ata që pin bira, e që janë, ndoshta 5 miliard njerëz këtë dynja. Apo le tjenë 4 miliard njerëz. Ata asë një betyne s'ka gurë një zënë veshka? S'ka na? Veç që ke gjithë muslimanët që s'pen birra me thanë të shkrin gurt. S'ka zë një rancë këta, s'ka zë një rancë. Shkojmë të pyetja radhës, po, nëse kemi pyetje regjia na bën me di, nuk e dia kemi, s'kem, nëse kemi marrëm. Urna? Alo? Po. Mirë dita Hoxhë, dhe ta një bojë pyetje? Urna? Jam një vajzë dhe jam studente e infirmierisë, edhe po mbjen shumë shpesh me bo injekcione e infuzione, po më duhet me përdor alkohol për me dezinfektu. A kam haram?
E ki fjallën për pacienta. Po, atë po mbjen me bo infuzion injeksione e dezinfektimit, e lëkuës po mbjen me bo dikom me 10% alkohol. E qartë. Faleminderit. Jo mota, nuk e ki haram. Për dy sende, në një ajo është alkohol medicinal, kimik, në ndë është përdorimi jashtëm. Nuk lidhet me ta që thash pak me herët në pi bira, ja. Se kjo është përdorimi jashtëm. Përdorimi jashtëm dallon për përdorimit të brendshëm. Përdorimi jashtëm i ndytësirave. Tash edhe po të hipotetikisht, po të themi që alkoholi medicinal është i ndyt. Për shembull, le alkohol medicinal se ti, se infermiere, në raste emergjente, në raste lufte, në raste tragedie të ndryshme, nuk e gjithmonë alkohol medicinal me dezinfektue plakët e lkurën e tjerë, nuk e. Runa, zëtna për fatkeqësi të ndryshme ndodhin me mija, me 10.000, me... Dhe, s'ka, kush që njën ata me ilaçe. Por mjekët e dinkit, mundet më gjinë. Me qka? Me çfarë do lloj alkoholi. Në këtë rast, mund të më të kujtu ty me thonë kam dëgjua se me pi alkoholin është haram për ilaç, për atër është haram edhe me mjeku jashtë. Jo, përdorimi alkoholit në trup jashtë dhe në ndëtsirave për gjithësi, dallon nga e brendshmja. Mos harro, dallon. Pra lejo për mos zgat mohabet, me dhënë hapësit të tjerëve, nuk e ke gjëna. E marrëm pyetjen e radhës, a pranohet agjerimi nëse ke gjakderdhje në zorën e trash? E pse s'pranohet? Për çfarë s'pranohet? Agjerimi pranohet sepse agjerimin e prish çka futet në trup, jo çka del. Allah i ndëroi pe zorës trash të po del gjak, nuk po him rana. Andaj nuk e prish, pa marak. Hoxha jam smut dhe nëse dhe nesër nuk mund të agjeroj dhe nëse nështë nesër për thot valla, nuk mund të agjeroj natën e kadrit, a bën me ma këthyje përgjigjen. Po valla je i smut, la ilaha illallah, po shfryzo me dua, me lutje, me mëse bë marak. Allahut ka justifiku me Koran. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Ai që është smut, dhe ai që është udhëtar, ja agjeron masandej. Pra e han aty dhe agjeron masandej. Pastaj jeti pa thot, Zoti do m'ja lehtësu, ju nuk do m'ja vështirësu. Mëse nga kërka vetë që asë më në banë, ke bjen me mahabet, me fjallë tjera, mëse nga kërka vetë me qka nuk mundesh me bajt. Shkojmë të pyetja e radhës, a prish vaksina agjerimin? Jo. Nuk e prish. Vaksina që marrën, nëse ke për qëllim dore, që marrën këto në përshkollë dhe fëmija, këtë nuk e prish. Me të nëzan dreka në gjuma pranot agjerimi. Po kujtoj, mendoj, se ke për qëllim. Nëse jara në dëmet natës dhëm dhe në dëmet ditës. Dhe gjëmashat rrasë janë qështu. Dëmë dhe torë, nuk livri top kërse, ta i flajta. Shqa, nëse nuk e ke bo njëtë namaz agjerimin natën fare, dhe të kanë zanë dreka flajt, ajo ditë nuk të pranohet. Ti do të me vazhdu me qëndru pa hamur, pa pi, me njëtë agjerimi deri ndarë, por majën mend, do të me kompenzu një ditë tjetër më sandej. Ndërsa, nëse ke bo njëtë, për shembull ka hamur sëfër, ke bo njëtë natën, sa vetë sëfër është njëtë, me agjeru, por ke flajt ma sabahët, inshallah, si arapa falë sabahën, ke flajt ma sabahët, dhe të flandejnë drejkë dhe deri pak para i qindis, nuk ka dertë, agjerimi është i plot, veç më stikë drejkë Allahu në gjennet që ofte. Pyetja tjetër, me prej kurban për bab e nan qysh duhet me bo njetë kur t'ja qojmë parët prej Gjermani, Zotit rujt. A ke babën e nanën gjallë apo të vdekur? Edhe nuk është ashtë kurbani për nanë e për babë, nuk jenë nanë bajramën e kurbanit.
në bajramin e fitrit, kë fitr bajram, kurbani prehet bajramin tjetër, o musliman, Allah në gjennet qoftë. Nëse pyet për atje, po. Por pyetja është, a i ke prind të gjallë, a ke të vdekur. Nëse ke prind të gjallë, që e parët, të vetë njët një, për qeve që parët, baba në pjatë që pe ka i kurban në krye. Nëse ke prind të vdekun, unë s'ka thonë me prej kurban për prind të vdekur, nuk isha thonë, por kisha thonë me dhonë sadak. Në vlerë dy kurban la mos i dënë, me dhonë sadak për shpirt babës e të nanës. Kaq. Allahu u apërnoft agjerimin, doat dhe lutjet. Allahu na bë për atyre që nëzojnë natën e kadrit. Allahu na nxjerr për muaj të bekuar të pastërt nga gjunahet. Allahu na përnoft këtë muaj të bekuar dhe na ngrit lart tek Ramazanët e tjerë të mëhershëm të pranuar të gjithë ja Rabbi. Allahu na bëf që të prej këtij muaji të dalë më të fortë dhe më të pastër sa që kemi hyrë te. Dhe që Ramazanët e tjerë të presim edhe më të fortë në çdo aspekt. Mundohuni të shfrytëzoni të dashurit e mi këto net që kanë mbetur. Mundohuni çdo çast dhe çdo moment është shumë i vlefshëm. Mos e harroni sadakatul fitrin me nxirr. E atave që dini, por më jam kujtu. Mos ju nxan Ramazani, bajrami në realitet, mos të falet bajrami pa pagu sadakatul fitr. Zotë qoftë i kënaqur me ju dhe me ne, me familjet tona, me të dashurit tonë, me shokët dhe miq dhe me mbarë muslimanët. Deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.